Universitetet në të gjithë vendin kanë hapur dyert këtë të hënë për vitin e ri akademik. 1900 student kanë nisur mësimet në vitin e parë në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës. Në ceremoninë e rastit mori pjesë edhe presidenti Bajram Begaj. Sot më shumë se kurrë, nevojitjet që të jemi të pajisur me dije të thella, me shkatësi praktike dhe me aftësi kritike për të përballuar sfidat e së nesërmes. Arsimi i lartë nuk është vetëm një derë drejt një profesion, ai është çelësi për të kuptuar botën. Viti akademik përkon me 20 vjetorin e themelimit të universitetit dhe rektori Shkëlqim Fortuzi tha se këtë vit kanë 10% më shumë student. Universiteti jonë i krijon mundësi studentëve për të studiuar në programe të përbashkëta duale, të cilat i kemi hapur në bashkëpunim me universitete europiane, si Universiteti La Sapienzas në Rom, si Universiteti Gjenovës Itali, Universiteti Krakovit Poloni, Universiteti Bergançës Portugali e tjerë. Ministra e re e Arsimit Mirela Kumbaro zgjodhi Universitetin Luish Gurakuqi të Shkodrës, ku foli për sfidat e reja që ka përpara ky sektor. Ka ardhur koha për të rishikuar ligjin e arsimit lartë. Një përvojë 10 vjeçare tashmë e studentëve, e pedagogëve, institucioneve të arsimit lartë, e botës akademike, por edhe e politikbërjes na përballë me të tjera nevoja për ndryshime për t'ju përgjigjur sfidave të kësaj kohe që po jetojmë. Standardet e cilësisë do të sigurohen në përputhje me zonën europiane të arsimit dhe të kërkimit shkencor, duke bërë që diplomat tuaja të vlerësohen globalisht dhe ju të keni më shumë mundësi për mobilitet akademik dhe profesional. Rektori i Universitetit të Shkodrës nga ana tjetër, Tonin Gjuraj, u ndal në 4 shtyllat kryesore që i cilësohet si prioritare për institucionin që drejton, i cili ka hyrë në vitin e 70 të ekzistencës. Duhet të mbledhim, të sistemojmë dhe të ekstraktojmë gjithçka të mirë nga tradita e universitetit tonë, jo thjesht për nostalgji, për histori apo brendim, por në funksion të projektit të zhvillimit. Ndërkohë në Universitetin e Elbasanit, rreth 1000 student janë regjistruar për herë të parë në auditoret e këtij institucioni, 100 student më pak se në të njëjtin periudhë të vitit të kaluar.